Më hoqë skenarin komplet, të skenarisë që të lë pa skenar. Shumë e bukur. Do të thënë, ti më aksua që kritika e mirë të ecën të çon përpara. Do mos po flas për këto, domethënë që ton shikoj se mos më pëlqej kjo gjë, po pse? Po ky është mendimi im. Po pikërisht. Okej, është mendimi jot, po edhe unë për ty mendoj se je debil, po. Tash këtu kalojmë në A mungon fjala e mirë sot? secili në fund ditës është ajo pjesë që ne nuk i shohim gjërat dhe njerëzit siç janë, ne i shohim siç jemi vetë. Kështu që në rast se ti do kërkosh të mirën te njerëzit, të mirën do gjesh, a kupton? Përshëndetje miq, mirë se erdhët në podcastin e radhës. Jam në studio me një djalë shumë talentuar, ju e njihni, ai është Maksim Aledini. Maksim, faleminderit që gjete kohën. Faleminderit juve herë dhe është kënaqësi gjithmonë. Unë të kam njohur shumë kohë përpara, kur doja dhe unë të bëhesh aktore. Ja, por që nuk u bëra kur, okej, jam në kohë akoma, do bëhem, unë do luaj një film. Sapo, në mars u doli në treg filmi me 12 mars, filmi Me Fat. Si u prit, nuk kam dashur, me shumë fat, me shumë aftësi në fakt, se është film fantastik, që prek shumë realitetin ton, një film shqiptar. Po, është tamam një nga këto histori tipike shqiptare, domethënë që mund t'i ndodhi edhe që mund t'i ka ndodhur, edhe na ka ndodhur që të gjithëve ne. Ai djali, ai Me Fatin film është është ai djali, ai komshiu jon, ai shoku jon, ai panjori, domethënë që mundohet si me të gjithë format e gjithë mënyrat që t'ja dalin jetë, pavarësisht çfarë do të pengesë, ai do me ndjek ëndrrën me patjetër. Po, dhe ëndra e tij ishte që ti ishte një boksier. Dhe më pas gjërat ndryshuan. Nisur nga skenari, mund të themi që ai deshi që të bëj një boksier i mirë, një kampion, por mendoj se ëndra e tij më e madhe ishte që të bëj një njeri më i mirë, domethënë siç ishte. Sa e bukur kjo. Nisur nga filmi, edhe nga ajo që është parashtruar dhe sjell aq bukur në filmin, unë do prek disa realitete shqiptare. Njerëzit sot të rinjt, çfarë perspektivash kanë? Maksim, sipas teje. Duke u nisur dhe nga personazhet, po dhe nga realiteti që është pasqyruar. Shiko, mendoj se të rinjt e kanë keq interpretuar shumë pjesën, domethënë që ti të arrish të bëhesh dikush i suksesshëm në jetë, domethënë që duhet përdorësh rrugën e shpejtë ose rrugën e gabuar. Pra, ideja është që në momentin që ti nuk je i predispozuar që ti kalosh gjithë ato pengesat vet, edhe me një vullnet, edhe me një dëshirë të madhe, duke mos u lodh kur nga asnjë lloj gjëje që mund të dali përpara. Pastaj edhe kur vjen edhe ai suksesi, në momentin që ti nuk je i përgatit, nuk je luftuar, edhe sikur nuk e shijon aq shumë sa duhet. Po. Maksim, ky është filmi i dytë? I tretë. I pari ka qenë Art në grabitje. I pari ka qenë Gjurmë pa shenjë. Gjurmë pa shenjë, okay. Unë te Art në grabitje kam kapur, aty kam filluar të ndjek. Një nga figurat që shikojmë, ky filmi i fundit Me Fat ka pas shumë figura dhe shumë personazhe interesante. Numërojmë Zamira Kitën, Gzim Rudi, Zamira Kita, Kristaq Skrami, Monika Kryemalli, Joz Marku, Visja Nukcenaj, Lorenz Kaja, Marvin Tafaj, Andi Begolli, Rea Begaj, Dea Vjeri. Do të thënë figura dhe personazhe shumë të spikatur në art. Si ishte bashkëpunimi? Ti ke shkruar skenarin? Po, unë jam një nga bashkë skenaristët që... Si ishte bashkëpunimi? Kryesisht me Monika Kryemallin. Se politikane, do ish politikane. Shiko, ç'është e vërteta, edhe politika një lloj arti është. Në fund ditës. Filmi është një lloj mundësie që ti të jetosh një lloj jete që mbasi ke zgjedh të jetosh një lloj jetë komplet tjetër, domethënë komplet ndryshe. Filmi ta ofron mundësinë që ti të jetosh një lloj jete që mbasi ti e ke pas si ëndër kur ke qenë i vogël, ose mbasi ty nuk të lejon rruga që ke zgjedh që të jetosh si dikush tjetër. Filmi ta ofron këtë mundësi sepse në momentin që ti nis me provat fillimisht, nis ai transformimi i përgjithshëm, se gjëja e parë është ty të gjithë nisin të referohen me emrin e personazhit. Pra më më thoshin që kur nisin provat. Pjesa tjetër pasaj është domethënë që ti nis me ato njerëz nis ndërton gjithë jetën për
për aq kosa zgjasin prova, domethënë diku te 2-3 muaj je vetëm ata njerëz mëngjes, drek, dark. Nis pasaj mendon si personazhi, si është si personazhi. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Tashi gjonat e vështira janë gjonat bukura, edhe që mbajnë mend. Sigurisht që ka ato vështirësitë e veta, sepse si çdo lloj profesioni tjetër normalisht që ty duhet kohë që ta përvetësosh, ta studiosh, të mundohesh që të bësh njësoj siç e kërkon filmi, pra. Po, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur tani që e mendoj mbas. E bukur dhe e suksesshme, për sa kohë është pritur dhe përqafuar nga publiku i gjerë. Po, shumë mirë, domethënë kemi marrë një lloj komenti shumë pozitiv, një lloj emocioni që kur i shifje njerëzit që dilnin nga kinemaja, ato mesazhet që çonin, kur bënim ato hyrjet surprizë nëpër sallat e kinemas. Mbilesun nuk miqet nga mendja, ka qenë një emocioni shumë i veçantë. Në një nga këto hyrje surprizë që shkonim ne në sallat e kinemas, ishte një zonjë prej Kuksi dhe ajo. Bash patriote. Ishte diku të rreth, më thënë, mosha e mamas time, edhe kishte dalë me lot në sy, se edhe po më thoshte që edhe djali im tha deshi që të bëj boksier, tha. Nuk arriti kur të bëj, tha. Edhe e kishte jashtë shtetit, edhe po qante, tha, të pak në tham hoqje mallin e djalit tim, tha. Prandaj them, pra, shumë njerëz e kanë gjetur veten, e me që jemi këtu, tek mosha që unë kam shumë për zemër, tek mosha e prindërve tanë. Si e pritën prindrit filmin? Ne jemi një brez, Maksim, që jo gjithmonë e kanë hapur syrin e na kanë lavdruar prindrit për disa arritje tonat. Shiko, prindrit tanë aq kanë ditë dhe aq janë mundu që të paktën të na ofrojnë më të mirën. Se zakonisht që të gjithë kur pririn që të bëjnë mirë, dashje pa dashje, ndonjëherë edhe patjetër. Por ama një lloj krenarie e madhe, normalisht që nuk kanë ndjesi më të bukur në botë se sa ti të shohësh prindrit, domethënë që janë aty për ty. Sigurisht duket të mbështet ato ëndrat që ti i ke qefe, që vazhdon ti ndjekësh e të gjithat. Sigurisht që është një emocioni i papërshkrueshëm. Çdo lloj fjale që them unë nuk është se do arrin të ta përshkruante. Është vërtet, sidomos kur bjen babai ka shpatullat e thotë, ja dole. Shumë bukur. Po, miqtë e shoqëria, si ka ndryshuar raporti me ta pas filmit? Pas filmit nuk është se i kam taku shumë, më kam marrë telefon më dhon autografës, kam pranu. Për pak e mora seriozisht çka ka ndodhur me ty. Unë jam po i njëjti, domethënë, edhe sigurisht që ato kanë qenë të parët që kam pas besim te kam pas besim, pikërisht për këtë të pyes unë. Se kemi në rreth nga ata njerëz që na çai hyn kot këtij muhabeti, e kupton. E thot një vllai mysliman kët. Ahmet Kalaja, thot larg budallëve. Okej. Sa më shumë njerëz pozitiv në jetën tate dhe që t'inkurajonën edhe të bëhen shtys pak në qoftë se aq sa kanë mundësi, edhe sikur mos të mundën të bëjnë asnjë lloj gjë, paktën atë fjalën e mirë ta thonë. Pikërisht. A mungon fjala e mirë sot? Tani unë s'du të bëhem pesimist. Unë fjalën e mirë e pres vetëm nga rrethi im, nga njerëz të cilët më njohin se si jam rritur e gjithë, domethënë sepse tani secili në fund ditës është ajo pjesë që ne nuk i shohim gjërat edhe njerëzit siç janë, ne i shohim siç jemi vetë. Kështu që në rast se ti do kërkosh të mirën te njerëzit, mirën do gjesh, a kupton? Okej, do shkojmë tek realiteti sot. Në këtë podcast jam përpjekur që t'jap sa më shumë mesazhe. Jo, mesazhet nuk i jap unë, mesazhet i japin të ftuarit. Po unë dua të kanalizoj këtu bisedën për të rinjt. Çfarë mesazhi ti si një po të marr personazhin? Ti merresh me boks vërtet? Po, e kam vazhduar edhe mbas filmit tash. Po. Ti je i pasionuar pas boksit dhe pse pikërisht sporti? Na duhet sporti për të qenë fort, për të qenë i shëndetshëm apo për të kuptuar më mirë veten dhe mundsinë? Sigurisht, gjëja e parë që të mësojnë këto artet luftarake është që vetë kontrolli. Okej. Domethënë, është
është një si tip miti i gabum këto që thonë që po të jesh boksier ose po të merresh me kickbox ose me sportet e tjera, domethënë bëhesh më agresiv e gjitha, jo, është komplet e kundërta, domethënë po të shohësh ti të gjithë ato që merren me sport janë njerëzit më të qetë që mund të gjesh, sepse gjithë atë energji negative ti e nxjerr te ai thesi ose në sparring e gjona. Normalisht që boksi mendoj që mund ka njoft më shumë me veten time, sepse është një lloj sporti, domethënë që më shumë se sa sport fizik është sport mendor, domethënë. Që po nuk është se ti nuk mund të koordinosh lëvizjet e gjonat e gjitha, domethënë, e fundit kush i koordinon gjitha këto truni. Kështu që mendoj se është një sport që i bën më mirë mendjes se sa trupit në përgjithësi. Nëse për shembull tani në këtë momente podcastin ton po e shikon një nënë re që ka një baba i ri që ka një fëmijë 6 ose 7 vjeç. Do ja këshilloje që fëmijën e vet ta çonte në palestër për boks për shembull? Edhe nëse do kishte edhe çunë edhe gocë, ta çonte në boks. Ose në një sport. Veçanërisht e sportet luftarake, sepse e bën më të aftë për veten e tij në radh parë. Okej. Çuna ti bën tamam çuna, burra. Ndërsa edhe femrat sado domethënë i bën më të afta edhe më të shëndetshme fizikisht pra. Më të forta për të përballuar edhe sfida ndoshta. Shiko, femra gjithmonë ka qenë edhe do mbetet domethënë qenia më e brishtë dhe më e shenjtë për për ne si ta thosh si djem të dikujt ose si vëllezër të dikujt. Sidoqoftë, por prapse domethënë femra po nuk qese si ta thosh angazhohet me një sport ose nuk angazhohet si ta thosh që ta mori pjesën e sportit, domethënë të paktën ato gjonat më bazike, sepse normalisht femra piqet para mashkullit. Mos po them tani që dali për ditë me shtanga, jo kështu. Shikoj, edhe me shtanga mund t'i bëj mirë. Sepse duke qenë në natyrën e femrës që bën më shumë skenare se sa mund të bëj një mashkull, duke pas edhe këtë pjesën e intuitës më të zhvilluar e të gjitha me radhë. Normalisht që kjo mund ta stepi si ta thosh në ca overreaction ose overthinking më shumë se ç'duhet. Okej, do të filloj dhe unë të bash shtangën me vetë. Unë jam kështu, overthinking. Maksim, nëse do kthehemi 10 vite më parë, edhe do kishe Maksimin e para 10 viteve përballë këtij që është sot, çfarë do t'i thoje? Do t'i thoja që nuk e di, shpresoj që mbase jo ndonjë aktor i mirë ose ndonjë skenarist i mirë mund të bëhesh në të ardhmen, por shpresoj që mbase do arrish të bëhesh një njeri më i mirë se ç'je qenë. Fokusohesh her pas here te njeriu. Edhe gjitha gjërat janë plotësuese të këtij njeriu, thua, por rëndësi ka që të jemi njerëz. Çfarë është për ty ti jesh njeri? Të jem njeri në radh parë është domethënë që është, domethënë që unë e lidh pak a shumë edhe nga pjesa e besimit. Po prandaj të pyes. Se di që beson. Sepse që ti jesh një njeri është domethënë që je dalluar mbi të gjithë krijesat që janë kriju, domethënë që Zoti e ka veçuar si krijesën e tij më të lartë. Pra domethënë që të paktën ti të mundohesh që të japësh aq mundësi sa ke sa të është dhënë që të japësh hakun e asaj, domethënë. Pastaj gjërat e tjera në momentin që ti i përdor ato, i kontrollon, je në rregull me veten tënde. Po e lejo vetë të kontrollojnë pastaj. Çfarë vlerë ke? Cili është qëllimi jon? Shikoj, mendoj nga ana artistike, domethënë ose nga ana sa thosh e përgjithshme, njeriu mundohet që të martohet, edhe të lejë një pasardhës. Sigurisht, domethënë, kjo është të paktën kështu na kanë rrit kur kemi qenë të vegjël, domethënë, vjen një ditë që ti bëhesh burr, martohesh, krijon familjen tënde edhe kujdesesh për ta, edhe ky është qëllimi. Dorsa unë mendoj domethënë që në radh parë njeriu të kuptoj qëllimin e krijimit është që për çfarë është kriju.
nuk është krijuar për asnjë gjë tjetër vetëm se të adhuroj Zotin. Pastaj pjesët e tjera në momentin që ti raportet me Zotin i rregullon, kujdeset Zoti që raportet me të gjithë raportet e tjera ti rregullon ai, kështu që nuk ka pse njeriu pse të shqetësohet edhe të mendoj gjona, domethënë se një myslimani nuk i lejohet që as të bie në depresion, as që sa thosh të bi aq shumë pesimizëm sa të mendoj që nuk ka asnjë lloj zgjidhje. E kuptoj. Është i rëndësishëm besimi në jetën e njeriu apo është kryesori? Është thjesht një aksesor besimi apo është vetë qenia njerëzore? Shiko, unë mendoj se një njeri që nuk beson, më thënë për mua është njeri i humbur. Mendimi im, më thënë mbas mund të jem edhe gabim, unë flas gjithmonë që ç'a mendoj unë. Në bazë të asaj që di. Se ka njerëz të humbur, Maksim, për sa kohë dihet rruga e kthimit. Shiko, ke pa një musliman me ankth ose me stres? Është e vështirë ta gjykosh tani. Jo, po ta gjykoj unë, domethënë si dush ti. Jo, nuk kam parë. Pse? Po nëse kanë ankth dhe stres, domethënë që janë musliman. Jo. Domethënë, që të kuptoj një gjë. Mund nëse më prishte telefoni. Pa. Ku shkoje çoj telefonin? Te furra e bukës apo te servisi i telefonit? Te servisi i telefonit. Në momentin që njeriu ka ankth, ku do drejtohet? Te krijuesi. E qartë. Shkojmë te filmat. Mesazhet që përpiqesh që t'i japësh gjatë gjithë kohës, ku fokusohen? Te familja. Pse është e rëndësishme familja për ty? Sepse janë vetëm njerëz, domethënë, që duan pas një lloj interesi. Domethënë, që kur s'të thosh, ne të gjithë, edhe ato që s'kan motrë vllaje, domethënë. Po ta shohësh, domethënë, që kur je i vogël, motra e vllai, s'ta thosh, ose edhe shoku, shoqja, ata afërmit e gjithë, sidoqoftë prapë shohin një lloj interesi te ty. Pra duan për interes. Nona dhe baba janë të vetmi, domethënë, që ti njeriu më i keq në botë ti jesh, nuk të hedhin poshtë, të duan pas një lloj interesi. Pastaj krijuesi është që do për interesin tat. Për mirën tatë. Pa fjalë Jona. Kim hoqë skenarin komplet, të skenarisë që të lë pas skenar. Shumë e bukur. A ke një mesazh për prindrit shqiptar kryesisht? Jo ata të moshës prindreve tanë, po për ata të rinjt. Neve sa do ti të merresh me art dhe sa do unë të bëj artikuj edhe të marr njerëz të mirë të ftuar në podcast, realiteti jashtë këtyre mureve për fat keq nuk është ai që na përshtatet neve. Mua më shqetëson shumë fakti që ka të rinj që nuk po binden më siç bindeshim ne dikur, e më duket alarmues nga ana tjetër fakti që po rritet një brez pa ndërgjegje. Për fat keq, ato që shohim për ditë, ajo që na servirin mediat, absolutisht nuk janë këto rastet e vetme, ka edhe raste dhe shembuj shumë të mirë ndër të rinj, por që këto më duken më shqetësuese për realitetin sot. Çfarë mesazhi ke ti për të rinjt? Shkon rreth parë unë inshallah Zoti na mundson herë që të bëhemi prindër të mirë. Po sigurisht. Shpesh herë mami më thotë që ti po bë vetë prind s'ke për t'i kuptuar shumë gjëra. Unë nuk mund t'i jap ndonjë mesazh si ta thosh nis se jam bë prind akoma. Por unë ç'a mund të them? Domethënë, e vetmja gjë që mund të them është që të paktën që të gjithë të ndjekin ëndrat e tyre, po kjo që të mos bien ndesh duke, sa thosh, duke humbur ato parimet bazë njerëzore. Pra, ideja është që të mbështetin vetën e vet, punojnë të ndrojnë mbi të gjitha, po ama jo të ndrojnë edhe të rinë në shtëpi. E qartë. Të çohen, më thënë së fundi e fundit, pse thonë që jetë 18 vjeç, 20 vjeç edhe hekrin e ha me dhomë, a kupton? Po. Që ideja është që vetëm përpara, domethënë, që mos të merren me vogëlsira ose me fjalë jo po tha, jo po nuk beso ky, nuk beso ai tjetri. Përpara, sepse askush nuk do e bëj për ty atë gjë që mundesh ti me bë për veten tënde, domethënë. Mos prish që të punojnë tjerët për ty. Dhe ti je ti ai udhëheqësi ai lideri, domethënë, edhe të tjerët ndjekin, që do të marrit të ëndrat mëdha. Po. Ose për ndryshe pastaj rri atje te mami, çaju mami, dhe po s'po mecën, s'po bën. Është fenomen
nuk e di që kur ka filluar, por paraja e shpejt është ngulitur në kokën e të rinjve sot. Kam dëgjuar dhe fjali të tipit ç'më duhet shkolla, ose ç'më duhet mua të lexoj, ose të përgatitem, ose ku diu, nuk kam dëshira në fundit. Nuk dua të bëj asgjë, thjesht dua të bëj lek. Dhe shkojnë tek paraja e shpejt. Si e shet ti këtë? Jo, unë mendoj se edhe trinjt, edhe artistat, edhe politikantë, edhe sa thosh, çfarë do lloj, sa thosh, ta morësh çfarë do lloj individi, zakonisht këngëtarët i kënojnë ose atyre gjërave që mungojnë. Pa. Edhe ideja është që sado që këto thonë një po leku i shpejt e gjona e gjitha më radhë, domethënë në radhë të parë është gjej rrugën e cila është më e sigurt për të arritur atë gjë, a kupton? Jo më të shpejtën. Jo më të shpejtën, se shiko, cave ka të bëj edhe sa fat ke, ëh. Me fat. Se na herë mund bësh gjithë përpjekjet e gjitha më radh, pastaj varet sa fat ke, ose për të qenë më i sakt, varet kur është koha e dur, a kupton, momenti i dur, edhe ne nuk e dim asnjëherë kur është ai momenti, po të paktën për një gjë jam i sigurt. Çdo lloj njeriu, të paktën një herë në jetë i jepet mundësia, do të thënë ajo mundësia art që po diti më shfrytzu pasaj. Ja holdi. Po. Si ishe veten pas filmit me fat? A ke më shumë fat? Unë shqyr Zotit kam pas gjithmonë fat. Vazhdoj të kem edhe inshallah do vazhdoj të kem prap. Sa mirë. Prap fat. Si e përkthen fatin ti? Çfarë është fati? Shumë punë. Sepse, shiko, ideja është që njeriu duhet bëj ato përpjekjet e tij. Se suksesi pastaj nuk është ndorë. Sepse njeriu për atë çiko sa nuk ka zemrën e tij në dorë dhe frymarrjen e tij në dorë, nuk ka si lloj gjë tjetër në dorë, a kupton? Por mjafton që të bëj ato sebebet e tij që në fund ditës, domethënë, çfarë do lloj pune që kam bënë ose çfarë do lloj edhe filmi, mund ta quaj. Unë jam mundu që të paktën të bëj çdo lloj gjoje që kam mundur të bëj unë. Që ke pasur në dorë. Sepse në fund pastaj mos thush që të ngelen ato pengjet, shiko se po të kisha bë edhe këtë, po ta kisha bë edhe këtë tjetrën, ti i bën të gjitha. Pastaj nëse është për të bë, s'ka. Okej, po nëse për shembull do kthehemi pas, a ka ndonjë gjë që jo të ka mbetur peng, po kur e mendon që shiko se këtë mund ta bëja pak më mirë. I kthesh pas një pune për të gjykuar se ku mund të kesh gabuar për shembull? Ne jemi të predispozuar të gabojmë. Domethënë, okej, po paktën nisur nga filmi në film ka ato përmirësimet e veta, goxha. Pa më si do qoftë. Dhe mbas 100 filma shumë prap vetes time nuk mund t'i them që e ke bu mirë. Sigurisht. Okay. Ja kjo pastaj të çon në tjetër nivel se njeriu gjithmonë kërkon her pas here. Okej, duhet kërkoj, po duhet kuptoj edhe kapacitetin e gjën që ka, kupton se nuk ka një njeri që mund të jetë absolut në gjithçka, vetëm Zoti është absolut. Njerëzit pastaj janë kush më i mirë se tjetri e të gjitha me radhë, po ama tash vim në tregun, nuk kam të fare dëshirë ta quaj treg, se tregu dhe arti nuk mund të rindot një vend, por që vim në realitetin artistik. Sa e vështirë është të realizosh një film sot, edhe sa e gjen mbështetjen një artist? Shiko, unë mund të zgjedh edhe të qahem tash. Që të nis shiko. Se çfarë stilin tënd ky? Shiko se është shumë e vështirë, kemi as shumë pengesa, s'na kanë ndihmuar, s'na kanë bë. Vlla, nëse nisësh qash kështu në këtë lloj mënyre, i bie që e ke fajin vet sepse nuk ke shku te njerëz të dur. Një edhe e dyta nuk ke pas sinqeritet në gjën që ke bë. Sepse çfarë do lloj njeriu, po ti shkosh, e ti flasësh siç është për të fol, ti drejtohesh domethënë që në radh parë të kuptosh që përballë ti ke një njeri, njësoj si ty. Pa çka se me pozitë me formim është mbi ty sepse ka një shkollim e gjona e gjitha, ka disa gjona që i ka arrit më shumë se ty e të gjithë më radh. Pa në momentin që ti shkon i flet në mënyrë të sinqert, i tregon ato ëndrat e tua, sigurisht në rast se ti nuk je i pari që beson atë që, domethënë nëse ti s'ke besim te vetja, mos prit që të tjerët kenë besim te ty. Kjo që është shumë e lehtë. Mjafton që, domethënë ti mos heqësh dorë edhe të rrezikosh.
Shumë e bukur kjo. Rrezikosh të fundja fundit nuk është, shiva, unë e din qa mënyre e konceptoj pjesën e sinqeritetit, sepse ti nëse nisesh me një qëllim, që ti do me bë një film. Gjoja më minimale është domethënë që ti qa do me arrit nëpërmjet këtij filmi, qa do me përcjell. Pa. Nëse mendoj që më u bë me lek nëpërmjet këtij filmi, vlla. Domethënë, nuk të bën me lek filmi. Mas 10 filmash po. Mas 10 filmash. Më thuj ti një gjë që të bë me lek që në goditjen e parë. Që në fillim fix. Vetëm e shi drog. Pa më dhe aty post kapën, se po të kapën. Nuk kemi për atyre. Nuk kemi për lekun e shpejt. Faleminderit, nuk e duam. Kështu që bën edhe ashtu lek, pa më mas 10 filmash. Jenë rrugën e duhur. Shpresoj se po. Tek pjesa e artistëve të rinj. Besoj se ju bëni audicione për të marrë artistët e rinj që përshtaten rolit edhe un kam qenë për fat të mirë, ma ke dhënë këtë kënaqësi, të jem pjesë e një audicioni dhe mund ta vazhdoj pavarësisht se un jam e ngatruar me 500 gjëra dhe faktikisht të vërtetën nëse ka një peng që më ka mbetur, ka qenë ai që nuk mundesha dot ta ndiqja. Pa the me stil, domethënë që të mftosh te filmi tjetër. Tek pjesa e artistëve të rinj, çfarë kriteresh duhet ketë një artist ose një artiste për të marrë pjesë, për të bërë pjesë e një filmi, përveç talentit? Kam përshtypjen, duhet një shkollim i caktuar. Nuk ka lidhje shkollimi, pa çka se është një bazë, një gjë shumë e fortë, sepse fundi fundit jo më kot do ekzistonte ajo shkollë që ekziston, domethënë se tash edhe me bë kot që shikos artist linde gjonet. Jo, domethënë ajo shkolla të bën paktën një gjë që ta jep, domethënë që asnjë nga ne nuk i kena pas nga këto trind, ne domethënë po them referojmë që nuk i kena marruar atë shkollë. Pa. Ti je i përgjegjshëm, të marrësh përgjegjësi mbi vetë, domethënë. Në momentin që ti e merr përgjegjësinë, të kuptosh se çfarë po bën. Domethënë se shumë veta e ngatrojnë, hajde më se po shkoj, po marr pjesë me një film atje dhe hajde se po bëj qef. Po. Nuk e do ti qef, mund të bësh për momentin që ti mund ta shijosh si përvojë, po që ke përgjegjësi për atë, po. Atë që i ke marrë përsipër ta ekzekutosh, ti qëndrosh asaj dhe kaq. Ka pasur për shembull raste që nuk e kanë thënë fare për aktor, por që me punë janë rritur dhe kanë arritur të... Po, unë. Seriosisht? Po pse? Po nuk është se kur kam lind, domethënë kanë thonë që shiko se ky do bëj namin tash. Aha. Jo, domethënë nuk e ka pas haberin në fillim fare? Apo thjesht e doje këtë gjë? Nuk ka pas pëlqyer letërsia, domethënë që në gjimnaz, okay, dakor, domethënë pastaj u përfshiva me pjesën e fotografisë, video ose gjënave të gjitha me radhë. Po prapë domethënë shiko, ideja është që duhet shumë punë në radhë parë dhe në radhë dytë një gjë që edhe unë e kam pas të keqe kët, nuk pranoja kritikën. Aha, sa bukur kjo. Ma shpjego pak të pjesën e kritikës. Nuk pranoja kritikën sepse domethënë zakonisht kur ti shkruan një skenar ose e marrim domethënë në rast se dikush ka një fëmijë. Edhe ti i thush shiko se ky fëmijë jot është pak mistrec, është pa asnjëri nuk do që me ul fëmijën e vet, sido qoftë, kupton? Ja, thotë se është fëmia më i mirë, kupton? Se edhe poshta, kupton? Në momentin që edhe ti bën një skenar ose bën një film edhe thonë që shiko Max, këto dy tre gjëra që pas mirë, po këto gjëra duhen rishikuar. Domethënë, jo thosha se e di unë, kupton? Po ti ishte jo se e di unë, po ashtu bëj filmin tjetër, mbahen në shtëpi, shive me ato të shtëpisë, jem rregull. Në momentin që ti e bën për publikun e gjerë diçka, domethënë, sigurisht që ti përveç të jesh i hapur të pranosh, po. E para, e dyta është edhe që ti, sa thosh, të marrësh edhe mendime nga dikush, ide, se fundit dy tre mendje janë shumë herë më të mira se sa si mund të mendoj një njeri, e kupton. Domethënë, ti më thua që kritika e mirë të ecën të çon përpara. Në mënyrën që ti di me interpretu kritikën, sigurisht që ty të përmirëson si njeri. Se unë s'po flas për këto, domethënë që ton shiko se mos më pëlqej kjo gjë, po pse, po ky është mendimi im. Po pikërisht. Okej, është mendimi jot, po edhe unë për ty mendoj se je debil, po. Tash këtu kalojmë në gjona, do të më argumento pse. Okej. Fix. Pse ka pas edhe kështu rastesh që thjesht ndashakeqësi quhen këta. Unë mendoj që këto janë dashakeqës, se nuk duan të shohin tjetrin mirë, që të bëjë diçka. Jo, këto janë dashakeqës, këto domethënë kanë shumë kohë të lirë edhe s'din me çfarë ta shpenzojnë edhe hajtë se po i ngrim nervat njëri tjetrit kështu. Okej.
Nëse edhe këto gjërat na bëjnë mirë ndonjëherë, se për inat atyre neve ecim më përpara. Jo, unë inatin haj vetëm me veten time. Okej. Nuk këta njerëzit i ke bërë kështu dalje. Si ishte ajo shpreha? Ahmet Kalas, larg. Larg budallëve. Shumë bukur. Do presim Ahmet Kalan herën tjetër podcast. Se përmendëm shumë. Mirë, unë jam e kënaqur që të kam këtu sot, por nuk e di nëse do më zbulosh ndonjë projekt që ke për të ardhmen, ta kem kështu ekskluzive, jo për të bërë lajm, sepse nuk bëj lajme zakonisht me podcastin, dua ta shijoj bisedën me të ftuarin dhe nuk e marr këtu për të kryzuar apo për zbuluar siç funksionon zakonisht media, por nëse ke dëshirë të thuash projektet për të ardhmen, do isha shumë. Në fakt, ndash zotin e kemi 2 projekte. Njoni më i bukur se tjetri, që të dy janë një zhanër të ri në të cilin që unë sa kam pas ndërmend më përpara, sa është një jetë si gjini shumë e vështirë. Shpresoj që t'ja dalim edhe. Okej, jo shpresoj, po unë jam e sigurt që do t'ja dalësh. Jam shumë e sigurt që do vazhdosh shkëlqesh edhe mos e ndal vrullin asnjëherë. Të pres ty bashkë me Julian që të vini te filmi, kështu që. Patjetër, neve aty, Julia, me kamerën e do. Ne vim kudo me kamera. Në fakt, Giulio ka edhe një experience për sa i përket atit projektit të ri, kështu që. Okej, në rregull, nuk po zbuloj më shumë. Do të kemi podcast sërish. Me kënaqësi. Tu më jep fjalën që do vish sërish për të folur, po jo në momentin ku do kesh atë vrullin e punës edhe pjesën e famës më të madhe, se nuk dua të marr famë nga fama e askujt, dua thjesht jem një mbështetëse dëgjuese shumë e mirë. Unë jam shembulli më i keq për një njeriu që do më bëj i famshëm. Pse? Ore, më trego pak fama, ç'ai bën njeriu, të dëmton, e rrit apo e ul? Nuk e di, unë s'jam i famshëm. Okej, si e shikon ti? Je shumë modesta, se jam i famshëm. Njerëzit njohin, e din se çfarë ke bër. Jo, unë mendoj që edhe po u marr me filma, domethënë njerëzit kanë pas një lloj dashamirësie për mua, njësoj siç kam pas edhe unë për ta, sepse fundit çado japësh do marrësh, e kupton. Kështu që inshallah i ditën që do të bëjmë i famshëm do vi të ta them këtë përgjigjen. Okej, ta mbaj mend këtë pyetjen. Sa përputhet realiteti i filmit me realitetin e një boksieri sot? Zakonisht ne edhe kemi zbukuru pak filmin, domethënë, sepse janë gjëra që, kur ti shohësh një film që duken filmike, e gjitha që japin atë mesazhin, domethënë ne ta ilustrojmë me video, kush është rruga që ti mos ta ndjekësh, domethënë për mos të ndjekur. Por që realiteti i boksit në Shqipëri e shoh që kohët e fundit kanë nisur duke dhënë shumë përparësi, pa angazhuar akoma shumë me boks. Po shohim që po dalin bokserë shqiptar shumë të aftë, shumë talentum. Edhe uroj sukses edhe sa më shumë tituj. Sepse s'na mungon asnjë gjë. E me që jemi te boksi, më kujtu një afërm im që sot është në Angli, është Krishnik Qato, që ka qenë një nga boksierët e parë dhe unë të ai kam pa për herë të parë dorezat e boksit, kam qenë shumë e vogël. Edhe unë atë lloj ndeshje mbaj, domethënë. Po Krishnikun jemi. Ai është shumë i madh se unë, po që kemi qenë edhe afër me shtëpia, edhe madje i kam thënë që kur ti je në Shqipëri do më thuash patjetër se për mua atëherë domethënë ka qenë një kështu ikon, edhe vinte shpesh nga jashtë, shkonte i matë, merte në portin e Durrësit. Unë mendoj se ne kemi kontaktu për ta pas te filmi, domethënë në pjesën e juris, në ndeshjen finale, po më duket se jeton në Gjermani, më duket. Unë e di që në Angli, nuk e di, s'kam pas kontakte kohët e fundit. Por që më thanë se fola me pjesën, domethënë i thash atyre të stafit që ta kontaktonin, po i thanë që i kishte thënë që jeton te jashtë, jeton jashtë dhe merret me fëmijët, do trajnon me kënaqësinë më të madhe. Po, një djalë fantastik edhe një njerëz shumë i mirë, por që koha atëherë nuk mundi dot ta mbështeste. Mbaj mend që më duket se pronari i Oranjuzit e ka pas mbështet Ylli Ndroqi, ka qenë një nga njerëzit që ishte shumë mbështetje për të, dhe sa mirë që doli njëri që ta në brezin tonë, domethënë unë mbaj mend vetëm 2 boksier. Domethënë Krishnik Qato edhe Luan Krasniqi. Po, dhe Luan Krasniqi. Domethënë që shifja ato ndeshjet e boksit.
Sot, Maksim, si mund të zgjidhim gjërat më mirë në këndvështrimin tënd? Me fjalë apo me grushta? Unë them, merë një shpata, patlake, qatë keni edhe ai njeriu, ai kundërshtarit mori njerëz të vet, ti njerëz të tu edhe kush dali. Kështu. Po. Po pse me kaq ironi? Si mendon vërtet? Sepse për aq kohë ne jemi dëshmitar që në çdo lloj lufte që është bë, në çdo lloj gjëje që është bë, sigurisht në fund fare domethënë ka fol diplomacia përpara se të flasin plumba, ta kupton. Po. Kështu që ideja është që njeriu duhet të jetë pak diplomat për aq kohë sa nuk e prekin në nder. Okej. Ose po të prekën nder. Okej. Me që jemi të fati, njeriu e krijon vetë fatin, apo thjesht fati e kemi gjithë shkruar, siç thuhet shpesh rëndom në zhargonin tonë? Tani, ajo që mendoj unë, domethënë të paktën, është që njeriu i shkruhet fati 2 herë. Këtë ka thonë më mirë, ata e shpjegon më mirë Ahmet Kalaja. Po, aq sa di unë me shpjeguar, domethënë që tani okay. Në rast se, domethënë, ne kemi një gjë shumë të fortë në dorë, që është lutja. Sigurisht që një lutje e sinqert nuk ka gjë që nuk mund ta ndryshojë. Kupton? E para dhe e dyta, domethënë ti lutu sa dush, në momentin që ti edhe nuk përpiqesh, pastaj se asnjë gjë nuk ndodh rastësisht. Domethënë, unë rastësinë nuk e besoj fare. Domethënë fare. Çdo lloj gjëje e ka një kuptim edhe një qëllim edhe normalisht që duhet ndodhte edhe nuk vjen kështu hajt se erdhi rastësisht. Ose hajt se pata fat në kuptimin figurativ. Nuk ka fat, fatin e bëjmë ne. Po. Okay. Domethënë ti po nuk u përpoqe. Sepse, shiko, e di kush është më e bukur. Njeriu nuk din. Duke u përpjek që unë di gjithçka e gjitha, nuk din. Pse, në çfarë kuptimi? Domethënë, ndonjëherë, domethënë ti nisesh, thu do bëj diçka. Po ti nuk e din a është e mirë apo e keqe për ty. Nisesh për mirë për. Po pra, nisesh për mirë, pa ma ti nuk e di. Edhe shumë gjëra për shembull që domethënë njerëzit i urrejnë, për shembull thotë që shikoj se unë këtë shkollë nuk e ndjek ose këtë lloj mundësie nuk po i shoh nga mrapa. Domethënë gjë më e mirë kush është domethënë ti ndiqi këto, domethënë bëj këto sebepet e tuaja. Pastaj lidhemi te kjo pjesa e lutjes, domethënë që Zoti thonë shpesh herë që ju mendoni se diçka domethënë e doni shumë pa ajo është e keqe për ju. Po ndonjëherë ju domethënë e shihni si turryer pa ajo është e mirë për ju. Kështu që një nga lutjet që më pëlqen shumë është që thuhet domethënë o Zoti im më cakto të mira kudo që të jenë, pastaj më bëj të jam i kënaqur me ato. Domethënë sepse njeriu nuk e di se ku është e fshehur mirësia domethënë. Okej. Se njeriu është nevojtar për çdo lloj gjëje që i vjen nga Zoti, e kupton? Çfarë bëri këtë djalë mua me këto përgjigjet? Djali i keq. A është një rol sot që e shohim kudo? Jo thjesht një rol një film? Mendoj se duan me e bë trend këtë gjë njerëzit të cilët nuk kanë vetbesim. Vetëm njerëz të vegjël e bëjnë këtë lloj gjëje domethënë. Okej, ma shpjego pak këtë, se me këtë pyetje unë do e mbyll podcastin. Pra, nëse neve shohim modelin e një djali të fortë, jo të fortë në muskuj e në mendësi, po të fortë me mjete rrethanore, e të fortë me miq e me materiale më shumë se sa i përgatitur vetë në karakter. A është ky modeli i duhur? A është ky roli që po marrin meshkujt sot? Shiko, për mu, a di qa mendoj unë që, domethënë si e mendoj unë këtë fortin, s'ta thush. E zejmë ne që jemi në një, domethënë, ndodhi lufta ku di unë, ose çoj e di kën në mal atje, kupton. Pa. E shive sa do mbjetoj.
Ai është i forti. Ai që mbijeton. Po sepse natyra, domethënë, vetë natyra e njeriut është që të mbijetoj. Tashi, ai tjetrin nëse është mësu, që si hypi makinës për të shku me i vend, për të bëj gjë, e gjitha me radha, kupton? I bie që barku në kategoria, dhe mbasi se të 5 metrash, s'është më i fort. Lapa fund këmbë, kupton? Nuk është më i fort. Sepse shiko, e ngatrojnë shumë shpesh të fortin, sepse ato të fortit e vërtet, domethënë, janë ata që vendosin në radh par familjen edhe para vetes vetëm. Ata që sakrifikojnë. Këta i quajnë fort, unë e kupton. Se nuk është i fort ai që vret. Frikacakut vret, edhe qeni nga frika e vet ka fshoha, kupton. Ndërsa njerëzit e fortë janë ato që sakrifikojnë për që vejnë lumturinë e tjerëve edhe përpara egos ose epshit tyre. Shumë e bukur. Edhe një pyetje të fundit në lidhje me besimin. Gjatë gjithë bisedës, edhe me sa di unë, ti i ke kushtuar një vëmendje të konsiderueshme pjesës së besimit, pra i e dhënë pas besimit, pas krijuesit. Ndonjëherë duket sikur edhe shpresat tona dhe çdo gjë që neve kemi për të nesërmen e lëm ndër Zotit, ashtu siç duhet të jetë, mendoj unë, më e mira. Pse është i rëndësishëm besimi për njerëzit, për njerëzimin sot? A jemi ne në krizë? Edhe po drejtohemi te Zoti? Shiko, përsa i përket besimit, nuk është të thonë që ti, domethënë, ta kërkosh Zotin vetëm kur je keq, kur je në krizë, a kupton. Okej, kur je në krizë, domethënë, ose kur je keq, si ta thush, ti je shumë më i përulur në atë që i kërkon Zotit, a kupton. Edhe ndihmën që i kërkon Zotit. Po ma ideja është që njeriu, domethënë, sikur është duke u sprovu që është në situata të vështira që ta kërkoj Zotin, po ashtu edhe kur të bëhet mirë, njësoj do ta kërkoj Zotin. Pse? Sepse po ta mendosh, domethënë, sprova mendoj personalisht për mua. Sprova më e vështirë për njeriu është kur ka sesa kur nuk ka. Sepse kur s'ka, fundja fundit edhe me dasht me bë diçka të keqe, si ta thosh, edhe nuk ka pushtet me bë atë gjë, kupton. Por në momentin që ka, domethënë, ka mundësi që ta bëj diçka, edhe aty varet pastaj se realisht sa i fort je në besim. Një, edhe e dyta, kur je vetëm që nuk të shef askush. Më thënë, a jemi ne po aq besimtar sa kur nuk na shef askush? Se realisht mund të ecësh rrugës edhe ose një penges, ose edhe dikën e nevojë që ti afrohesh, ndihmon e gjitha, po sot shumë gjëra edhe po keq kuptohen. Më thënë, në momentin që ti ndihmo dikujt ose i bëj gjë të mirë, shumë veta e marrin që se ky po e bën në sytë e njerëzve, që ti bëjnë një video që tregojnë që ky njeri i mirë e gjitha më radh. Kjo është shumë e shumtuar. Unë ditem që njerëzit mos të merren me gjona sipërfaqësore. Sepse gjithçka është e pjesë e sinqeritetit që ai ka në zemër, a kupton. Edhe këto njerëz që i bëjnë këto vepra, këto gjeste të mira, domethënë, inshallah shtojnë akoma edhe më shumë, domethënë, që ti ndihmojnë. Edhe mos ti marrin për bazë këtë pjesën e këtyre, domethënë, që mundohen, jo po se e bën vetëm sa për sy e faqe. Pa, thuhet një shprehje shumë e bukur, çfarë bën me të djathtën, të mos e marrë vesh e majta. Dhe Zoti do ta shpërblej ty haptazi. Pra, dhe ti vetë e bëre dhe hidhe, bëre një të mirë dhe hidhe ndet pa. A di si është kjo, domethënë, se edhe mua më ka intriguar shumë kjo pjesa, domethënë, që pse më dhën me djathtën që mos shofi e majta. Në çfarë kuptimi? Domethënë, në momentin që ti, domethënë, pse mos shofi e majta? Po pra, ti diçka e bën fshatësi. Po futet dorën në xhep. Normalisht që ti po nisi me nda, ti e shef sa do jap, jo po është kjo pjesa e frikës nga jo po se po i dhash kaq sa do mgjelen më e gjitha, ideja është që ti fut dorën në xhep edhe mos e shih fare se sa po jep. Nëse do më bëj gjë të sinqertë, kupton. Shumë bukur kjo. Kjo quhet sadaka. Sadaka. Dhe me që jemi po baza e sadakas është buzëqeshja. Edhe buzëqeshja është sadaka.
Sa interesante. Mos ecësh njerëz domethënë që si busjesh, kupton dhe buti. Nuk është se prish busjesh as agjerimin, as do njëri më të keq, as i gjë. Eme që jemi të agjerimi, bravo i qoftë atyre që agjerojnë, po kam parë edhe fytyra të ngrysura gjatë periudhës agjerimit, pyesja ore çka ke, po s'kemi pirë kafen për shembull. Ti agjeron, Max? Për qa është agjerimi? Të pyes pak kështu se tani më dole mozaik, të mora e të ftova për artist, por që po shikoj një pjesë shumë të bukur që vërtet nuk e kisha parë të shpalosur herë tjetër. E di që beson, por që jo që të futeshim në biseda. Po që asnjëherë nuk e kam nxjerr kaq. Jo, dhe vërtet po ndihem okay. Po, dhe faleminderit që po e shpërndan që pse jo, njerëzit të rikthen. Unë jam krenar me besimin tim, sigurisht. Edhe nuk është se i bëj thirrje, domethënë gjithëve mendoni si unë edhe bëni ç'a bëj. Absolutisht. Shikoni shembullin e Maxit. Nuk është se jam unë përfaqësues i besimit, a kupton? Jo, unë thjesht po të pyes sepse por thjesht domethënë paktën nga mënyra se si e kam kuptuar unë besimin. Si e ke kuptuar? Besimin. Domethënë kur ke filluar ti ta kuptosh? Aha. Ke qenë si? Domethënë se ka çdo gjë ka një zanafill. Okej, unë që edhe familjen domethënë edhe prindrit edhe gjyshrit të gjithë besimtar kanë qenë domethënë musliman e gjithë me radhë, por në momentin që unë kam marrë me bë gjimnazin këtej në Tiranë, larg familjes e gjitha, aty njofta domethënë do shkoja në xhami, njësoj si shkoja atje në Kuks. Aty pash domethënë që ishte një vëlla musliman i cili domethënë më duket se e pyeta për kohën e namazit ikintis. Është i darkës, më duket, Jo, e pasdites, po. Edhe mua afro domethënë shumë përzemërsisht, më tha mu po, në filan orë falet, e kështu e gjithë me radhë. Edhe mora pasaj aty disa libra, domethënë që flisnin për punën e fes, akoma nuk ishte hyj ky trendi, domethënë që mund të shohësh TikTok edhe gjëra të gjitha. Sa mirë. Shumë mirë, se tash i ças po dëgjojmë. Edhe normalisht që gradualisht duke lexuar vet, duke pyet pastaj edhe të tjerë që dinin më shumë se unë. Po. Se varte edhe kë pyet pastaj. Po. Ja sigurisht që kur i lexon edhe vet gjonat arrin të kuptosh se në fen islame nuk është se çdo gjë është vetëm shpirtërore, okay, kështu ndjem unë edhe. Okej, është logjika në radhë. Logjika, Pastaj pjesa, domethënë që shkojnë bashkë me pjesën shpirtërore domethënë. Cila është fjala e parë që mësojmë? Është fjala e parë që ka ardhur shpallja profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ikra, lexo. Pra është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që të lexosh. Që mos varesh nga interpretimi? Po sepse një besimtar musliman i lejohet domethënë që ta marrë besimin nga Kurani drejt për drejt, edhe nga jeta e profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që ti ta morësh nga Kurani normalisht në radhë parti do të mësosh arabisht, se Kurani në gjuhët e tjera është komentim, nuk është përkthim i Kuranit, se gjuha arabe është gjuhë shumë e pasur. Edhe një nga veçoritë është domethënë që sa më mrapa në kohë të shkosh në histori, aq më e pasur është. Ashtu. Po. Ke mësuar, ke arrit të mësosh edhe gjuhën arabe? Jo. Okay. Ja, nuk domethënë lutjet e suret, po falja bëhet në arabisht, pa normalisht që ti duhet dish edhe përkthimin se çfarë po thua. Pa. Sigurisht. Është El Fatihaja? El Fatiha është hapsja. Hapsja, po. Po, El Fatihaja është nuk e di. Por unë domethënë ç'a mendoj? Është universale kjo pjesë, domethënë se si një kinez, si një japonez, si një amerikan, si një shqiptar në momentin që takojnë edhe do falen, që të gjithë këta falen në arabisht, kupton? Nuk është se njëri falet në këtë gjuhë, tjetri në atë gjuhë, pra është gjë universale, por nga pjesa tjetër po them unë lutjet i bëjnë shqip ose. Pa. Nuk i qenë se unë s'di arabisht. Pa. Plus që nuk është se Zoti se di gjuhën shqipe. Nuk ka kohë hapësirë. Mirë, unë të falenderoj shumë edhe për këto dimensione që na çove në bisedë. Edhe një herë du të them që fen mos e merrni nga unë. Absolutisht, jo. Shiko, unë jam një prej, si ta thosh, edhe unë mëkatar si ju të tjerë. Absolutisht, çdo njeri që ju po të paktën përpiqem që të jem një sa më mirë, po punoj me veten time.
të japim shembullin e mirë në shoqëri dhe ky është qëllimi edhe i daljes në publik edhe i shpërndarjes së disa videove sensibilizuese që njerëzit mos marrin shembull nga Jona, nga Maksimi apo nga të ftuarit e tjerë, por thjesht shikojnë shembullin që ata japin. Dhe në këtë podcast kam pasur shumë të ftuar dhe në besime shumë të ndryshme, unë vetë jam ortodokse dhe shikoj, do të thënë, kam një lloj ndjesie aq të paqt kur flasim për krijuesin që nuk është e mira të vendosim një emër sepse fet zakonisht janë bërë edhe burim për është që ti vendosim emër sepse është një zot për të gjithë. Absolutisht, po pra, pikërisht këtu doja dilja. Është i njëjti krijuesi është për të gjithë, a kupton? Edhe në fund ditës ne për çfarë jemi të predispozuar, domethënë, çfarë do lloj besimi që të ketë ai tjetri, në fund ditës është njëri si ty, si ne, si gjithë në radhë. Ne çfarë kemi për detyrë? Domethënë, ne nuk i kemi për detyrë që t'i bëjmë disa pyetje ose ta marrim pyetje për kompetencat që ne nuk i kemi. Absolutisht. Ato kompetenca e leja krijuesit, sa i llogaritë krijuesit do japi. Ne të mundohemi që si sa më shumë që t'i gjendemi afër njëri tjetrit, t'i ndihmojmë. Në rast se nuk kemi mundësi t'i ndihmojmë, paktën t'i themi fjalën e mirë. Ne mos mundohemi t'i bëjmë t'i prishim punën se po. Kjo është ekstrem pastaj. Pastaj quhemi kështu njerëz të këqij, jemi ekzekutues të planit të djallit. Nëse duam të prishim punë dikujt. Dhe një herë të falenderoj që ishe pjesë e kësaj bisede. Faleminderit juve edhe sa më shumë suksese sepse sukses nuk duam. Duam vetëm të jemi afër njerëzve. Sukses, ne përpiqemi, suksesi nuk është më në dorën tonë.